Gjatë operacionit policisori në arrestu 7 persona të dyshim, që në lidhen me prirje ekstremiste. Ato që përmendën ju me ISIS-in, planifikimin dhe bashkë në ekzekutimin apo vrasjen e rështerit tonë. Ky operacion janë bastis 9 lokacione, shumica tyre në Kaçanik dhe një në Klin, në një fshat të Klinës. Gjatë operacionit policisori në arrestu 7 persona të dyshim, të cilët dyshohet që kanë marrë pjesë në planifikimin dhe bashkë në ekzekutimin apo vrasjen e rështerit tonë. Të gjithë personat janë të arrestuar, janë në proces intervistimit nga hetues tonë policor me autorizim të prokurorit. Mbetjet më vërtetuar me vonë, po dyshimet tona fillestare janë që në lidhet me punën e tij zyrtare. Mbetjet të shihet background-i tyre, disa nga ta kanë pas të kaluar kriminale, kanë qenë të arrestuar në të raste të mëhershme, që në lidhen me prirje ekstremiste. Për çështjen e terrorizmit duhet ta shohim pastaj sepse hetimet duhet vazhdojnë tutje. Dhe sot kemi arritur që të arrestojmë 7 persona, të cilët dyshohet, ku kemi dyshim të bazuar mirë se kanë marrë pjesë në vrasjen e rreshterit Muhamet Liga. Është nga ato që kemi deri tani, domethënë nuk kemi ndonjë provë që e ndërlidh me qoftë ndonjë organizatë ekstremiste apo qoftë ato që përmendën ju me ISIS-in, por që ne hetimet e kemi përqendruar në rastin konkret të datës 1 prill, domethënë vrasjen e rreshterit Muhamet Liga.